Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ajo Podcast. Është hapësira e krijuar posaçërisht për gratë në Shqipëri dhe jo vetëm nga AUA, Gruaja Shqiptare në Audiovizual, si pjesë e një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet në partneritet me Sajdevin. Ajo është një gazetare e brezit Z, për një muaj në fakt. E ka filluar në media një tradicionale, që kur ka hyrë në fillim, sepse i është bashkuar një media nga ato që ne i quajmë komunitare, themeluar nga një grup njerëzish, që kanë si parim kryesor jo fitimin, por informimin edhe edukimin e audiencave. Është shumë e vështirë ta gjesh në Tiranë, se do jetë o në për hidrocentrale, që po ndërtohen, ose në për miniera, ose në për protesta sidomos që bëhen për marrjen e ujit të lumejve që kanë qenë të shpeshta kohët e fundit, ose në për fasoneri, por edhe kur mundohet që të jetë në Tiranë, pjesën e pasdites e ka pothuajse të pamundur, sepse sa herë merr në telefon për t'i thënë, po pasdita, jo thotë se jam duke shkruar një projekt ose duhet raportoj te një projekt donatorësh. Nga ana tjetër, ajo është një gazetare me një stil të pangatarrueshëm, me simbole feministe, niset që nga Frida Kahlo edhe nga këto çantat prej Lecke, të cilat janë shumë fashion kohët e fundit, me mbishkrime të tipit gazetare do shpëtojmë botën ose shprehje të tilla frymëzuese. Ajo është Erisa Kryeziu. Shumë faleminderit. Ishte një përshkrim mirë, shumë i gjerë, i gjatë, edhe po bëj edhe një retrospektiv prej kur e kam nisur dhe deri të tani. plotson? Nuk e di tërësisht, mendoj që ishte shumë më shumë se ç'a meritoj. Por shumë faleminderit, shumë kënaqësi edhe të jem përpara teje, përballë teje me ty, duke qenë se edhe bashkë po nuk do t'i themi të gjitha ato. Erisa, çfarë të solli ty te gazetaria? Mendoj së pari kurreshtja, për të njohur gjëra të reja, gjëra që nuk mi kishin mësuar dhe që kisha dëshirën për t'i njohur. Kam qenë një nga ato vajzat që ka pasur këtë dëshirën ose penën për të shkruar, kështu paktën më thonin në gjimnaz. Mirë po ne nuk kemi mësuar ose nuk kemi pasur në shkollat tona një lloj edukimi për gazetarin, për media literacy që e njohim, edukimi mediatik tani më. Domethënë ishte një gjë ose një fushë shumë e panjohur. Mirë po unë isha shumë e updetuar me çfarë ndodhte në vend, ndiqja shumë televizion, si të gjithë familjet shqiptare, me prindërit, me gjyshërit, edhe televizori shndronte i hapur pothuajse gjithë ditën, më së shumti tek lajmet, njëja të gjithë përfaqësuesit politik, dinamikat brenda partive, pra gjithë qasja ime ishte më shumë tek politika se çfarë ndodhte. Kështu që doja që të isha e pranishme në gjërat më të rëndësishme që ndodhnin në një vend edhe që përkufizonin ose shoqëronin shoqërinë për gjatë viteve. Më pas, kur vendosa që ta hec një lëndë me zgjedhje, lëndën e parë, ishte pak e çuditshme. Prindërit e prisnin, degën, po. Mirë po të afërmit ishte një gjë kështu e panjohur, ndoshta sepse gazetaren e lidhnin përgjithsisht me vajzat e bukura të mira të ekranit, edhe që me emisione specifike dhe jo pikërisht gazetaren e terrenit, të asaj që shkon tek lajmi, që takon njerëz, që nxjerr në pa problematika dhe lidh komunitetet, individin, njeriun me institucionet, pra për t'i zgjidhur problemet. Kështu që dhe për mua ishte e panjohur, ishte një dëshirë, një kurreshtje për të njohur më shumë dhe për të qenë pranë ngjarjeve më të fundit. Më pas në shkollën e lartë që nisa për gazetari në 2014-ën, kuptova se ishte shumë dimensionale gjithë fusha e gazetarisë dhe e komunikimit, duke qenë se në Universitetin e Tiranës ka një peshë të madhe dhe komunikimi dhe njohuri të përgjithshme. Departamenti quhet i gazetarisë dhe shkencave të komunikimit. Ndaj aty mësova shumë përpos faktit të shkruarit të lajmit, por edhe në tërësi mbi filozofin, komunikimin, hapësirat publike, lëvizjet aktive qytetare, rolin ton të qëndësishëm në një shoqëri edhe pse duhet të ishim pse kemi marrë pikërisht këtë rol për të qenë rojtar të së vërtetës, për të kërkuar transparencë, për të zbutur këtë hendekun mes qytetarëve dhe mes institucioneve. Ndaj kështu nisi domethënë gjithë gjëja. Edhe ishte një gjë që
më ka kuriozuar gjithkohës edhe nuk kam leshtur jo, kam qenë e kuriozuar. Kam qenë kurioze, domethënë, për çdo gjë. E kuriozuar. Dëgjova kuriozuar. Po, kam qenë dhe vijoj të jem, domethënë, edhe mendoj që është një lloj fushe që nuk ka fund dija dhe njohuria për tema të ndryshme, për gjëra. E di pse ta bëra këtë pyetje, çfarë të solli te gazetaria dhe pse të përcaktova si gazetarja e gjeneratës Z, sepse gazetarët e gjeneratës alfa, beta, nuk e di kush është, që unë i përkas në vitet 96-97, kur kam filluar këtë profesion, të gjithë kolegët tanë kishin një përfytyrim për audiencat si audiencat të rritura. Mbi 35 vjeç njerëzit fillonin dhe interesoheshin për lajmet. Por me sa duket kjo nuk është më e vërtet, sepse prania e kudo gjendur e mediave dhe shpërthimi i sistemit të informacionit me lehtësi që ka sjell teknologjia e ka bërë, si me thënë, më afër gazetarin dhe e ka sjell më pranë figurën e gazetarit, por të gazetarit ati që prodhon lajmë, jo moderatorit, jo analistit, jo profesionistit të medias, nëse mund ta quajmë kështu, nga të cilat mua më duket që rinia sërish pak është e tërhequr. Po edhe ka zbehur. Vëren kjo? E vëren ti tek moshatarët e tu? Në fakt, unë jetoj me motrën dhe me vllajën tim. Edhe dua ta nis nga këtu për të treguar pikërisht këtë dinamikën që ekziston mes nesh dhe interesin për çfarë na rrethon. Dhe ata informohen nga unë, dhe jo sepse unë punoj si gazetare, por sepse nuk kanë asnjë lloj dëshire për të ditur se çfarë ndodh përreth tyre, përveç fushave që ata vetë ndjekin. Pra, njëri student, tjetër arkitekt, pra në fushat e veta. Dhe se çfarë ndodh me politikën, me ngjarjet e ditës, me qytetin, me zhvillimet, nuk kanë asnjë lloj kurreshtje për ta ditur. Dhe se si e marrin përmes rrjeteve sociale, përmes telefonit, që është një formë shumë e shpejtë, shpesh herë jo shumë e saktë, sepse kjo ka bërë që shumëfishimi i mjeteve të komunikimit të krijojë edhe këtë që ne sot e njohim shumë si është dezinformimi. Ndaj në këtë prizëm, mendoj që rrjetet e reja sociale, teknologjia ka bërë që dhe ta zhbëj pak të fuqinë që ka pasur gazetari në kohë më përpara. Nëse unë për shembull figurat njohura të gazetarisë i kam parë si idhull ose si persona që realisht mund të mbështetem ose të drejtohem në aspektin e marrjes së informacionit të saktë, të vërtet, pra kanë qenë monopol, pika referimi për të vërtetën, për gazetarin e mirë. Sot çdo kush mund të jetë gazetar, mjafton të ketë një telefon, mjafton të ketë një kanal, mjafton të ketë disa followersa edhe të dëgjohet më shumë, edhe ja okay, domethënë ti bën një lloj gazetarie. Mirë, po kjo pastaj na çon drejt asaj që çfarë është gazetaria e vërtetë, çfarë është gazetaria e mirë, a është kjo gazetari? Unë punoj tek Citizens dhe aty kemi lëvruar prej fillimit dhe deri më tani një lloj gazetarie që është ajo gazetaria qytetare, aktiviste, që praktikisht i jep pranë grupeve të marginalizuara, grupeve të cilat kanë nevojë të dëgjohen, që ndoshta nuk e marrin të hapësirën në media tradicionale që ne jemi mësuar, duke qenë sepse këto media shpesh herë dominohen nga politika, nga ekonomia, nga krimi, nga fenomene të tilla që janë shumë më të mëdha dhe janë shumë pak pranë njerëzores dhe problemeve të përditshme të qytetarëve, të komuniteteve që nuk gjen hapësirë. Dhe jemi përpjekur që pikërisht këtë hapësirë të munguar t'ju japim ne përmes hapësirës sonë online, që ne jemi online, domethënë. Dhe ka një ridimensionim të mënyrës se si bëhet gazetari dhe unë e shoh dhe vetë, pavarësisht se tani më po bëj 6 vite e pak që punoj, e kam nisur te Citizens dhe vijoj te Citizens si gazetare, ti çdo ditë më shumë mundohesh që të rishpikësh veten edhe të gjesh dimensione të tjera për të bërë gazetari. Sigurisht që parimet bazë ti i ke, mënyrën se si do të raportosh, si do i adresohesh lajmit, intervistave, qytetarëve, kërkesave për informacion, institucioneve, pra disa baza, disa parime që ti i ke mësuar qysh në shkollë, patjetër që duhet t'i ruash, sepse në atë formë ndërtohet edhe informacioni, lajmi, piramida e përmbysur, çfarë ne kemi mësuar. Mirë, po qasja, mënyra se si ne i referohemi komuniteteve, por edhe vetë narrativës se si e rrëfejmë lajmin, ndryshon edhe përmirësohet, mendoj, sepse ne mësojmë. Unë kur e kam nisur fillimisht tek Citizens, nuk dija shumë për të raportuar me ndjeshmëri gjinore, ose për të raportuar për çështje që janë
dezinformuese ose për të pasur në fokus komunitetet të caktuara. Dhe kur e kam nisur me raportimin dhe të krijimin e disa videove të shkurtra për persona me aftësi të kufizuar. Nuk isha raportuar më herët, nuk dija asgjë prej tyre përveç se i kisha parë nga larg si një qytetare, edhe nuk dija realisht cila ishte jeta e tyre e përditshme, sfidat, vështirësitë që ata kishin. Edhe duke pasur disa muaj, duke kaluar kohë me ta disa muaj, duke i shoqëruar në përditshmërinë e tyre, shikoje që në fakt trotuaret nuk ishin të përshtatshme për ta. Shikoje që sportelet e bankave apo të shërbimeve ishin shumë të larta për personat që ishin me aftësi të kufizuar në lëvizje, që ti nuk ishe shirita në rrugë për personat që kanë aftësi të kufizuar në shikim, apo çështje e audios për ata me aftësi kufizuar në dëgjim. Pra një lloj pamundësie që ju krijohej edhe ti e shikoje me një lente tjetër. Edhe mënyra se si ne raportojmë pastaj na bën që të kuptojmë që jo çdo gjë që raportojmë siç duhet, edhe me këtë qasjen për komunitetet, për barazinë gjinore, dhe ka shumë stereotipe të ndryshme, narrative që ndoshta nuk e përfaqësojnë një komunitet të caktuar. Më herët unë ju referohesha si persona me aftësi ndryshe, persona me aftësi të kufizuar, derisa kuptova që në fakt ka një gjë të shkruar, të miratuar, që njihen si persona me aftësi të kufizuar, dhe pastaj ti e ndan të kufizuar në shikim, në dëgjim, në lëvizje. Pra dhe vetë natyra ose qasja që ne kemi si gazetar për të mësuar më shumë dhe për përpjekur për t'i kuptuar komunitetet caktuar është shumë e rëndësishme sepse ndikon në mënyrën se si ti e rrëfen historinë e tyre për një publik më të gjerë. Edhe ndaj është e nevojshme për qenë të kujdesshëm, sepse duke e rrëfyer gabimisht, ti krijon edhe një lloj narrative që është e gabuar. Duke qenë e gabuar, pastaj ndikon tek mënyra se si ata i qasen komuniteteve të caktuara, kështu që është përgjegjësi mendoj. Dallohet qartë pasioni që ti ke për gazetarinë dhe shpresoj të mbaj gjatë. Sepse në 10 vjeçarin e parë ndoshta të gjithë e nisin me këtë pjesën për të ndryshuar botën. Dhe ajo që dua të kuptoj nga brezi juaj, të cilin e admiroj për forcën edhe për qartësinë, sidomos të objektivave të punës, sepse nuk është ndonjëherë shumë e lehtë të vendosësh ato kufit, ku fillon puna, ku mbaron misioni, ku fillon aktivizmi, ku është roli yt për të ndërmjetësuar midis grupeve të ndryshme të shoqërisë ose atyre që janë më pas zë dhe atyre që janë në pushtet për të krijuar dhe lehtësuar këtë komunikimin që bëhet në shtresa të ndryshme, por ajo që dua të kuptoj është ku e shikon ti dobin e kësaj lloj gazetarie që ju po bëni? A ka ndonjë matës se për shkak të kësaj gazetarie njerëzit po veprojnë ndryshe, po i kërkojnë më shumë të drejtat e tyre, në fund fare, si e lëviz gazetaria botën? A shikon ti një dobi në profesionin që bën? Patjetër që shikoj, sepse për ndryshe nuk do ta bëja ose nuk do vijoja ta bëja ende. Fakti që e shikoj edhe pas kaq vitesh, sigurisht që ne nisemi fillimisht me ideale të mëdha që do ndryshojmë botën, po ndoshta mund t'i zbresim pak këto edhe ta nisim me këmbë tok nga komuniteti ku ne jemi. Dhe nëse ndikimi është tek njerëzit që kemi përreth, është shumë okej. Nëse prek një pjesë edhe më të gjerë, është akoma dhe më mirë. Kështu që ndoshta këto idealizmat e mëdha për të ndryshuar botën, ndoshta duhet i shohim edhe në këtë qasje më praktike dhe përreth nesh. Unë e shoh shpesh që kur shkoj takoj njerëz ose komunitetet caktuara në zona shumë të largta, duke qenë sepse raportoj përtej bulevardit të Tiranës edhe institucioneve, shkoj në komunitete që organizohen edhe kërkojnë të drejtën e tyre për një gjë shumë bazike që është uji. Që është uji i pishëm, që është uji për të vaditur tokat, për të mbajtur bujqësinë, gjën e gjallë, dhe ti e shikon që tek ky komunitet është shumë e vështirë që të depërtoj një person tjetër, ose një gazetar, ose një institucion. Fakti që janë në atë pikë, pra është e vështirë. Dhe kur ti shkon, nga njëra anë ndjehem mirë, se kam këtë, po themi, ka ardhur dikush për të na dëgjuar, edhe ke një lloj, ndjehesh edhe pak si një me fuqi, po e them në thonjza. Megjithatë, aty nis njëkohësisht në këtë fuqinë tënde që ti merr për fat keq nga problematikat e tyre, ti ndjen edhe një lloj përgjegjësie për ta çuar zërin e tyre aty ku duhet.
Dhe aty kuptohen që dhe fakti që u ke dhënë një zë dhe një hapësirë në një platformë që sigurisht ne jemi citizens, po në platformat të tjera pafund që ka dhe që bën një lloj gazetarie shumë të mirë në gjykimin tim, ti e ke bërë detyrën tënde. Pra detyra jonë është që ne të përçojmë zërin, problematikat drejt institucioneve. Unë nuk mund të them që ka gjithmonë zgjidhje dhe ndoshta nuk na takon ne si gazetar për dhënë zgjidhje, sepse prandaj zgjedhim institucionet, prandaj bëjmë zgjedhje të caktuara në aspekt vendor dhe qendror. Megjithatë, duke i dhënë zë çështjeve të caktuara, ti ke bërë një lloj detyre. Por dhe në mënyrë se si e përmenda pak më herë, në mënyrë se si ti raporton dhe i qasjes çështjeve të caktuara, problematikave të caktuara, ndoshta sot nuk bëre një ndryshim, por pak më vonë, pas disa viteve, kupton që edhe mënyra se si percepton një publik më i gjerë, se si i qasen çështjeve të ndryshme, të dhunës ndaj grave, të sulmeve kibernetike, të feminizmit, të vajzave dhe grave në bujqësi apo të rinjve, të edukimit, vjen edhe si pasojë e leximeve, lajmeve që kanë dëgjuar në televizion dhe sa më mirë të jenë ato të raportuara dhe me këtë ndjeshmërinë edhe të qenurit etik mbi të gjitha, ndikon edhe në perceptimet e tyre. Por mendoj që në kohën e sotme, kur propaganda është shumë e përhapur, që ne shpesh, duke qenë se unë kam mbaruar dhe për marrëdhënie me publikun, edhe është një gjë që e bëjnë pothuajse të gjithë institucionet, por është aq dominuese saqë jo gjithçka që hidhet për publikun dhe veçanërisht nga institucionet është e vërtetë. Kështu që përgjithsisht është propaganda dhe dezinformimi online dhe në këto kushte mendoj që detyra jonë është edhe më e rëndësishme edhe duhet bërë edhe më mirë në mënyrë që të deportojmë në këtë lëmin e pra informacioneve. gazetaria që ju bëni, gazetaria e gjeneratës Z, është përveç se informimi dhe raportimi i ngjarjeve për publikun dhe edukimi i audiencave me parimet e gazetarisë së mirë dhe sidomos me njohuritë për median në mënyrë që ata të fuqizohen dhe të ndajnë manipulimin e propagandës nga informacioni i vërtet, të ndalë marrëdhënien me publikun dhe promocionet marketingut, se nuk është vetëm politika, janë dhe bizneset të cilat operojnë në këto fushë edhe pra nuk është një gazetari si me thënë e ngushtë, por është më e gjerë në qëllimin e saj për të shërbyer shoqërisë si e tillë. Ndërkohë që të gjithë thonë që gazetaria po vdes si profesion, sepse tashmë ashtu siç ju e thatë, çdo kush që ka një telefon në dorë celular edhe që ka pajisjet për të xhiruar dhe për të regjistruar ngjarje të ndryshme mund t'i thotë vetes gazetar, por ky është një keqkuptim i madh që unë mendoj që e sqaruat pak a shumë se çfarë është gazetaria. Doja të ndaja me ty disa të dhënat të cilat më duken shqetësuese nga një studim i fundit që është bërë në Amerikë kryesisht, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Indi. Është vërë re që shumica e gazetarëve, 1/3, jo shumica, 1/3 e tyre e përkufizojnë veten si creator journalist, pra si gazetar krijues dhe zhvillojnë veprimtarinë e tyre jo në platforma mediatike tradicionale, por jashtë tyre, kanë themeluar portale, kanë themeluar portale, janë në një farë mënyrë gazetarë sipërmarrës, menaxhojnë agjenci të vogla informacioni dhe janë më shumë në fushën e informimit të publikut jashtë shtëpive tradicionale të medias, dhe një nga arsyet që ata jepnin në këtë studim ishte që nuk gjenin më hapësira brenda kompanive mediatike ku ata kishin punuar më parë ose që i ndiqnin si konsumator të lajmeve për të thënë të tyren, për të bërë këtë gazetarinë e mirë që ti thua, dhe meqense ti vjen nga një media e tillë, a e shikon këtë trend në rritje në Shqipëri apo sërish jemi në këtë grackën që kushdo që të qëndrojë jashtë shtëpive të mëdha mediatike ose duhet të konformohet me politikat e tyre editoriale ose duhet të mbijetojë në një treg pa rregulla siç është ajo e internetit për shembull, ose në një audiencë e cila nuk është mësuar me këtë lloj gazetarie. Mendoj që është një tentativë,
Pra, ka disa gazetarë që po përpiqen të bëjnë të gazetarin freelancer, pa u ndikuar nga një media e madhe, nga një logo, nga një korporat, dhe kjo mendoj që është një gjë shumë pozitive, sepse i duhet shoqërisë edhe fakti se si funksionon media në Shqipëri, ku dominohet ose është, le të themi, e kapur nga pronarët, nga interesat politiko-ekonomike që praktikisht ekzistojnë në Shqipëri dhe diktojnë të gjithë vijën editoriale që ti do të raportosh. Dhe unë mendoj që nëse ti do të bësh pjesë e një media të caktuar, një logoje të madhe, praktikisht ti do futesh në këtë kostumin që ajo ta servir. Edhe do ti mund të kesh individualitetin tënd edhe gjithçka që ti ofron, megjithatë do përshtatesh, sepse e tillë është. Po flasim për mediat e mëdha. Dhe mendoj që duke pasur mundësinë, qoftë edhe përmes internetit, por qoftë edhe hapësirave, kanaleve që ti krijon, emrit tënd si një gazetar i vetëm, freelancer, dhe me punën tënde në vjueshmëri ti krijon më pas edhe besueshmërinë tek publiku, që është shumë e rëndësishme, atëherë fare mirë ti mund të jesh një markë, një brand në hapësirën publike dhe në hapësirën gazetareske. Në Shqipëri mendoj që ka disa raste, një ndër to janë edhe këto organizatat të cilat janë të vogla, sikurse jemi dhe ne si Citizen Spikal, që jemi të pandikuar qoftë në aspekt ekonomik, qoftë në aspekt politik, në linjën tonë editoriale. Sigurisht që ne kemi një moto, kemi një vijë tonën që çfarë mbështesim dhe çfarë jo, ama këtë e kemi publike, e kemi shumë transparente, e kemi të përcaktuar dhe nëse ti vjen tek faqja jonë online, ti e di se për çfarë raportojmë ne, sepse është në ballë që ne jemi në mbështetje të komuniteteve të marginalizuara, të problematikave sociale, të grupeve të caktuara që kanë probleme edhe përballë dhe burimet e financimit i keni të qarta? Dhe burimet po ashtu, sepse funksionojnë me mbështetje transparente. Po, me mbështetje donatorësh. Kështu që është shumë të rëndësishme dhe fakti që të krijohet mundësia dhe të krijohet platforma, mendoj që i shërben gazetarisë. Ka shumë lajme, ka shumë investigime që janë bërë në hapësirën shqiptare të mediave që nuk i ke gjetur dhe nuk janë bërë nga mediat e mëdha, nga ato me logo që kanë me mira të punësuar dhe kanë mbështetje financiare më të madhe, por kanë dalë një gazetar që kanë qenë freelancer, kanë qenë të vetëm, nga këto organizatat mediatike të vogla, grupe të vogla, që kanë bërë gjetjet e tyre dhe investigime që praktikisht duhet i bëjnë gjithë si gazetar. Që është ajo shpreha që nuk ka gazetar të rinj dhe të vjetër ose të vegjël dhe të mëdhenj, por gazetar të mirë dhe të këqij. Dhe kjo vlen dhe për gazetarin e gjeneratës Z. Erisa, ti përveç faktit që je 24 orë në punë, edhe ndoshta edhe ëndrat i shef me punë, a ke kohë të lirë? A mundohesh të krijosh hapësira për veten dhe kur e kuptuar ti që përveç se je gazetare, je dhe gazetare vajzë? Interesante. Se gjithmonë nuk kam dashur ta bëj asnjëherë këtë ndarjen në profesion të paktën, burrë dhe grua, megjithatë e shoh që ka një lloj ndikimi edhe të qenit grua në gazetari dhe ka shumë ndikim në fakt jo aq sa më herët. Sa i takon kohës së lirë, në fillim fare, sikurse të gjithë e nisim të rinj, ke atë dëshirën që ti pozicionohesh edhe të mësosh më shumë, edhe sigurisht që kohën më të madhe e kalon në punë, edhe kur shkëputesh pastaj mendon për punën. Jemi gjithkohë scroll edhe lëviz në telefon për të parë çfarë ka ndodhur, çfarë është një gjë që realisht unë mund ta raportoj ditën tjetër. Pra ti nuk e ke asnjëherë këtë lloj shkëputjeje, pra e drejt 24 orë. Megjithatë me kalimin e viteve ti kupton që ke nevojë edhe të shkëputesh pak, të karikohesh, edhe të marrësh ato energji që ndoshta ti merr përditshmëria e punës. Kështu që kam filluar, ndoshta pak vonë, se kam 6 vite tani më. Megjithatë kam filluar të përpiqem të bëj një lloj shkëputje të vogël. Pra kur është puna dhe pastaj të marr pak kohë. Time management ose menaxhimi i kohës. Po. Megjithatë nuk është 100% i duri ose ajo që unë do doja, duke qenë se përpiqem shumë që të ndjek pas pune dhe aktivitete që janë të përbashkëta, që bëhen në qytet, ato paksa janë nga grupe të caktuara, kryesisht ato feministe, kryesisht për drejtat e njerëzit, edhe për të ndjekur diskutime apo organizime të tilla. Pra deri diku e shoh edhe një lloj tërheqje nga puna, por duke qenë se jemi në të njëjtin pellg me njerëz edhe me po themi aktivistë dhe kolegë që i takojmë çdo ditë, sërish ti e gjen veten me të njëjtën atmosferë. Por që për mua është shumë okay, sepse është zgjedhja ime dhe ndjehem shumë komode për këtë. Kur ka qenë hera e fundit që të kam pyetur kur do martohesh, kur do krijosh familjen?
Nëpër dasma ku ti shkon shpesh? Po, fatmirësisht dasma tani më kanë filluar të mos i bëjnë kaq shpesh. Dakor. Kështu që ta evitojnë edhe këtë Sepse ai është momenti kur fisi mblidhet dhe bën po. bilancin, sa goca na kanë ngelur. Po. Ja, si këto. Unë në fakt jetoj, domethënë prindërit e mi dhe shkoj shpesh i takoj me gjyshërit, kështu që mendoj pyetja Ata jetojnë, në? Po. Unë jam nga Quksi, nga Librazhdi. Okay. Kështu që shkoj shpesh i takoj ata atje dhe mendoj që pyetja ndonjëherë vjen prej atyre. Po e kaloj me shumë sportivitet dhe duke qeshur, dhe nuk e marr shumë personale saç ndoshta mund ta merrja disa vite më përpara që mendoja që okay, po pse po më pyesni kaq shpesh, çfarë po ndodh? Po unë nuk mendoj që ka një kohë të duhur për të përcaktuar martesën. Unë nuk mendoj që martesa është një triumf apo një dekorat që gjithë secili duhet ta ketë, ta marrë ose një arritje jete. Mendoj që secili ka kohën e vet kur e ndjen, ka të tjerë që nuk e duan martesën, pra është një zgjidhje shumë personale dhe më duket çudi ndonjëherë që është një pyetje që ju referohet dhe ju bëhet më së shumti vajzave dhe grave. Domethënë, unë i shoh shpesh edhe në për emisione, të ftuar, nuk shikoj asnjëherë që të shqetësohen sepse një burr ose një djalë nuk është i martuar ose çfarë të ka mbajtur ty deri tani të pamartuar. Këto janë ato momentet që unë të pyes kur ti u bëre vetë dishme që nuk është njësoj si të jesh një burr në dhe këtu e kupton që ti përpos të qenë rit gazetare je dhe grua dhe duke qenë edhe grua ke dhe kosto të tjera që lidhen kryesisht me ato se çfarë na mësojnë nga shoqëria, pra që ke një moshë, ke një orar biologjik dhe mirë po duhet kuptojmë që orar biologjik kanë edhe burrat, pra nuk është vetëm e grave. Pra është një thirrje që kush është kandidat mundet edhe të afrohet për të thënë që kjo është koha ime për të pikërisht. Kështu që e kaloj me shumë sportivitet të gjë, nuk më bezdis fare, edhe mendoj që ka një kohë për të gjitha. Shkëlqyer, do edhe unë ta kisha këtë përpara se sa ta kisha filluar jetën si familjar, megjithëse edhe unë nuk është se e kam filluar asnjëherë. Domethënë jam unë nuk kam asnjë parajgjykim, por në moshën 28 vjeçare dhe atëherë quheshe goxha e shtyr në moshë. Po mendoj që vajza ime, e cila tani është 22 vjeç, ka të njëjtin mendim si ty. Elisa, kush është filmi i fundit që ke parë? Okay. Është seriali në Netflix që është bërë për Orlandin, Emanuela Orlandi, për vajzën e cila u rrëmbye ndërsa kthehej nga shkolla e saj e pianos në Vatikan, The Vatican Girl, që është bërë sfundmi në Netflix. Ka një qasje kështu investigative, gazetareske, dhe atë kam parë në fakt. Edhe ty ti nxjerrin këto algoritmet që you love this ose ti do ta pëlqesh këtë? Në fakt kjo erdhi me sugjerim mes kolegesh edhe shoqes, duke qenë se sapo ishte ribër dhe kishin nxjerr fakte të reja dhe aty pastaj hyra për ta parë. Unë po ndiqja këtë filmin e ri i cili quhet Gruaja në kabinën 10 dhe që tregon historinë e një gazetareje në një anije për qëllime turistike, por që zbulohet më vonë që ishte një përpjekje për të manipuluar opinionin publik rreth një fondacioni që pretendonte se i jepte ndihmë të sëmurëve me tumore. Dhe më bëri përshtypje vetëm kjo gjë nga i gjithë filmi, që mos bëj spoiler për nuk e kam parë, që do ta shoh. Për fabulën. Kur e pyesin këtë gazetaren e cila pranoi të ishte e ftuar në këtë udhëtimin e anijes nga pronarët e fondacionit, ajo tha që po shkoj sepse të bësh gazetari sot do të thotë të shkruash për histori njerëzore në kohra jo njerëzore. A mendon ti që ne po jetojmë kohra jo humane dhe gazetarët janë aty për të na kujtuar se çfarë mbetet thelbi i shoqërisë njerëzore me gjithë historitë e inteligjencës artificiale që po dëgjojmë, me atë që do zëvendësoj shumë nga profesionet tona, me gjithë rreziqet që po na vinë nga dizinformimi, manipulimi që bëhet më së shumti në internet. Si e shikon ti këtë balancë? Po, mendoj që është një
qasje me njerëzoren, ose është një takim edhe mbajtje ngushtë e marrëdhënieve me njerëzoren, kjo çfarë gazetarët bëjnë patjetër, po mendoj që shërben edhe si një lloj memorie kolektive për gjithçka ne si shoqëri kalojmë. Për të rikthyer tek filmi tani më që un pash, për vetë faktin se për ta lidhur domethënë, sepse aty intervistat e marra nga persona të përfshirë në atë kohë e rikthyen sërish çështjen, edhe ti kupton në këtë pikë se sa e rëndësishme është memoria pra e historive. Pra nëse këto intervista nuk do të ishin kryer nga gazetarët, ndoshta nuk do kishim disa të dhëna shumë interesante që do të ndihmonin kauzës edhe pas 40 viteve që ka ndodhur ngjarja. Kështu që edhe në këtë prizëm unë shumë gjëra i lidh edhe çfarë lëhy dhe lexoj i ndjek përmes intervistave apo reportazheve apo raportimeve të kryera nga gazetarët në kohë. Edhe mendoj që ky është një profesion që ta lejon edhe ta krijon mundësinë që të krijosh një lloj memorie kolektive për gjithçka ka ndodhur në një shoqëri, edhe ndoshta më pas për studiues të caktuar për të bërë ballafaqimet edhe për të kuptuar se si ka qenë shoqëria, në ç'd drejtim po shkon. Edhe pikërisht ky takimi që ne kemi i përditshëm me komunitete, me qytetar, me individ, përpos problematikave ose jo të tyre, është një takim i cili nuk e zhbën këtë lloj marrëdhënie që ne krijojmë me njëri tjetrin. Sado që kohët ndryshojnë, sado që teknologjia, interneti ndikojnë, ne nuk takohemi më si më përpara, nuk qëndrojmë aq shumë me njëri tjetrin si më përpara, dhe për shkak të impenjimeve dhe kohës së limituar, për shkak sepse një pjesë të madhe të kohës e kalojmë në punë edhe me angazhimet tona profesionale. Mirëpo duke pasur këtë takimin me njerëzoren, ti nuk shkëputesh, pra e shoh shumë të rëndësishme. Ashtu sikurse është dhe impenjative emocionalisht, po flas në aspektin tim si gazetare, duke qenë se ti je përditshme me histori të caktuara, që duhet të impenjohesh, të japësh veten, të dëgjosh, edhe kërkon një lloj impenjimi shumë emocional që të mbush shpesh herë. Mirë, po me kohën fillon bën ndasit. Por të kthyer tek përgjigjja e pyetjes që të bëra, kur e kuptove ti që ishe një vajzë në gazetari? Se e nise për ta thënë që nuk u nisa me këtë lloj qasjeje, por e kam kuptuar në këto 6 vjet që është ndryshe të jesh një djalë dhe një vajzë gazetari. Mund ta përshkruash në një nga situatat ku ti gjendesh? Në fakt nuk është se kam pasur një rast konkret, po them, sikurse ndoshta shumë kolege që janë më në terren edhe e kanë këtë gjë. Në aktivitetin e përditshëm, se edhe ti në terren je, por që nuk e bëjnë në mënyrë të përditshme. Vë re që shikojmë pak me habi kur lëviz për të raportuar, sepse ne kemi një metodë raportimi që jemi të vetme përgjithsisht. Pra, ne marrim çantën tonë të shpinës me pajisjet që kemi, filmojmë vetë, marrim intervistat vetë, shkojmë në terren vetë mes njerëzve dhe përgjithsisht në mediat të tjera nuk funksionon kështu. Pra, ti ke një grup xhirimi, ke një koleg që të shoqëron për kamerën, ke një koleg që të shoqëron me makinë, ndërsa unë edhe koleget e mia që janë pjesë e Citizens po ashtu dhe kanë qenë, kemi pasur këtë lëvizjen me transport publik, me autobus, me makina të aktivistëve, dhe ti kur shkon dhe ju qasesh komunitetit, të presin pak që ke ardhur vetëm, je vetëm, do ta xhirosh vetëm, dhe të duket pak në fillim nuk e kupton, domethënë, pastaj e shikojnë që është një diferencë e madhe për mënyrën se si ata të qasen. Por avash duke qenë se bën punën. Po mua më duket sikur po i thua në mënyrë dashamire, pra në momentin kur ti shkon vetëm, krijohet si një lloj muri mbrojtës dhe të ofrojnë ndihmën e duhur. I duket sikur, domethënë ti ke nevojë për ta bërë punën tënde, ke nevojë për mbrojtje. Apo jo? Deri diku, por edhe të shohim pak me skepticizëm për aftësitë e tua. Pra, nëse ti një vajzë vetëm, do ta bësh realisht këtë punë siç duhet apo jo, domethënë. Kështu që janë të dyja anët e medaljes. Megjithatë, puna jote duhet të japësh prova që e ka treguar që ti e bën dhe shumë mirë, sepse jo më larg se 2 javë më parë ti u nderove nga delegacioni i Bashkimit Evropian me çmimin e të tretë. Të tretë, po nga që e morët dyshëm, më duket sikur është dy. Nga delegacioni i Bashkimit Evropian në konkursin e përvitshëm që ata bëjnë për gazetarinë investigative. Shumë urime njëherë dhe e pash që edhe në fjalën që mbajte ishe pak emocionuar sepse të duk sikur ka ardhur shpejt ky çmim, ke punuar me gazetare terreni, me gazetare të sprovuara në këtë fushë. Edhe megjithëse nuk më duket dhe aq shpejt, me thënë të drejtën,
lloji gazetarisë që bëni ju tani është shumë intensiv. Pavarësisht se mund të duket jo me ritmin e edicioneve të përditshme dhe të përnaçme të lajmeve, sasia e produkteve që ju nxirrni online, qoftë me video, qoftë me intervista, qoftë me podcaste, është shumë herë më e madhe se sa ajo që ka një gazetar në punën e vet si pjesë e një redaksie. E ke parë ndonjëherë veten për të specializuar më shumë te gazetaria investigative apo do vazhdosh të mbetesh gazetare sociales? Në fakt isha emocionuar tek fjala, sepse ai është një konkurs që nuk ka një përzgjedhje moshe ose vitesh. Pra, ti je aty mes gjithë kolegëve që kanë shumë vite që e bëjnë këtë punë dhe papritur e gjen veten të përzgjedhur mes të tjerëve që padyshim e respektojnë dhe bëjnë një punë shumë të mirë. Tema që ne kishim fituar bashkë me kolegen Esmeraldën, Ketën, kishte të bënte me punën në fasoneri të vajzave dhe të grave dhe shfrytëzimin që ato hasin aty për shkak të mungesës së kontratave, orëve pa orë, po them këto punën me normë që e kanë, pagave shumë të ulta, edhe duke shfrytzuar këtë krap pune të lirë, përfitojnë disa kompani që janë edhe më të mëdhaja dhe kështu zinxhir shkon jashtë. Dhe kjo nuk është se erdhi kështu rastësisht, edhe unë thjesht më erdhi në mendje kjo tema ose kisha dëgjuar diçka. Kjo vjen edhe si pasojë e raportimeve të përhershme, të vijueshme që unë kam bërë prej fillimit kur kam nisur punë. Pra unë kam raportuar për çështjet e fasonerisë, për çështjet e drejtave të punëtorëve. Ndaj nga njëra anë mu duk një gjë e befasishme, po nga ana tjetër mu duk edhe si një lloj, po them, trofeu për çfarë kisha bërë në gjithë këto vite. Por kjo nuk do thotë që ka ndaluar këtu, domethënë, edhe më shton edhe një lloj përgjegjësie që unë të vijoj dhe të merrem edhe të hulumtoj për tema të tilla. Sigurisht që puna që unë bëj është e përditshme, me raportime të përditshme, me raportime që shpeshherë më marrin edhe më shumë kohë, javë edhe muaj, por kjo ma krijon mundësinë edhe lehtësinë për të marrë edhe më gjuhë me tema që marrin më shumë kohë, që shkojnë deri diku tek investigativja. Sigurisht që investigative e kam në fokus edhe dua shumë që në të ardhmen të investohem aty, por mendoj që nëse nuk do kisha kaluar përmes gazetarisë sociale që unë kam bërë deri më tani, nuk do t'i njeh kaq mirë problematikat edhe shqetësimet e komuniteteve, shoqërisë saktuar që ne edhe unë kam raportuar. Kështu që kjo më ka bërë që të kem kontakte, të krijoj marrëdhënie, të njoh dinamikat e zhvillimit edhe të mënyrës se si punohet edhe qasjen për të drejtat e njeriut që më pas të hulumtoj për temat saktuara. Megjithëse është pak vështirë hulumtimi në Shqipëri, e kuptoj. Ajo që mundos në podcastin ajo është që i thret njerëzit flasin për veten dhe përfundojmë gjithmonë duke folur për media. Sepse në fakt nuk është edhe shumë e habitshme, sepse 70% e profesionistëve në media janë gra dhe vajza, kështu që kur flet për gra dhe vajza, normalisht ke folur dhe për median. Ti dallohesh për stilin, ta kam thënë, në të veshur, në këto stolisjet e vogla me simbolika, ku i gjen frymëzimin për këtë? Nga kolegët, miq që më rrethojnë, po, nga shumë njerëz që i kam pranë dhe përpiqem që të marr më të mirën. Domethënë dhe mendojmë që ne si njerëz rritemi duke parë më të mirën tek tjetri, duke përqafuar atë, duke motivuar për të rritur ndaj ajo. Kështu që kam qenë shumë e fat që kam pasur pranë njerëz, kolegë, shoqë që tani më i kam edhe më kanë frymëzuar jo vetëm për këtë pjesë të dukjes, por edhe të mendimit, të kauzave të ndryshme, të rëndësisë son si qytetar të përgjegjshëm që duhet t'i shërbejmë shoqërisë për emancipimin e saj, se është shumë kollaj t'i shërbesh, po edhe për emancipimin. Megjithatë, edhe për njerëzit që kam takuar dhe kam raportuar për kauza të ndryshme dhe për shqetësimet e tyre. Duke takuar pafund njerëz në përfshatra të ndryshme nga veriu në jug dhe ti kupton që sa e rëndësishme është folklori, rrënjët, edhe më pëlqen shumë to. Po them kthimi në rrënjë, po në mënyrë artizanale dhe përpiqem shumë që ti kem parasysh, domethënë. Si e mendon veten tënde pas 10 vitesh? Okej. Pak e vështirë, unë në fakt si tip nuk jam shumë që mendoj për një hap kaq të madh, shumë të gjatë. Seancat e mentorimit janë dhe për këto, që të fillon të menaxhosh pak.
Megjithatë po perspektive. është e rëndësishme për të kuptuar edhe ku ti do të shkosh, po unë mendoj që do të qëndroj tek gazetaria, do të qëndroj tek fusha e komunikimit, ndoshta mund të kem nevojë për të specializuar pak më shumë, e shoh gjithmonë e më të rëndësishme nevojën për të mësuar, për dije, për fusha të ndryshme, kështu që nuk e përjashtoj veten nga të ndjekurit një tjetër shkollë ose po gjithmonë në fushën që un jam të gazetarisë edhe për të përmirësuar profesionalisht, se mendoj se duke u përmirësuar profesionalisht si individ, ndihmoj po ashtu edhe skuadrën me cilën punoj edhe gjithë rrethin. Ne duke qenë mirë të gjithë marrim nga njëra tjetra, po flas si vajza dhe gra në fushë, po edhe nga ambienti ku ne jemi. Po do të qëndroj në gazetari, shpresoj që ti qëndroj fjalës. Po deri më tani jam okay, jam optimiste domethënë për pos sfidave, vështirësive që janë të pafundme në këtë sektor. Megjithatë unë kam zgjedhur këtë sektorin tjetër që është e organizatave, pra punoj në këtë gazetarin tjetër, që më krijon mundësinë edhe lehtësinë për të menduar edhe për te të punuarit në një korporat, për te të punuarit në një redaksi shumë të madhe që sigurisht ka benefitet e veta, por kjo më jep lehtësinë që të mendoj edhe vetë si qytetare dhe si individ përpos aspektit profesional. Kështu që jam e hapur për të rejat edhe për dijet në këtë pikë domethënë. Okej, unë mendoj që ajo podcast u pasurua me një blet tjetër punëtore dhe rrëfimin e saj interesant si gazetare e gjeneratës Z dhe nuk do doja që ta mbyllnim këtë panoramën e risës dhe e gazetarisë me pyetje të tjera që hapen si paranteza pafund, dua ta lëm me pjesën e perspektivës që ti e shikon si një rrugëtim me shpresë, siç është ai profesioni të gazetarisë, dhe shpresoj që të motivosh dhe të frymëzosh edhe shumë vajza të brezit tënd edhe djem të brezit tënd që të kenë interes për gazetarinë, të kenë interes për informimin publik, të kenë interes dhe njohuri për atë se çka na bën neve banor të përgjegjshëm dhe qytetar të një vendi, dhe jo ca njerëz që banojnë në ca pallate ose kulla me kalimin e kohës. Dhe do doja shumë ta mbyllja këtë bisedë me një urim që sa më shumë njerëz ta shohin këtë podcast, të shohin Erisën dhe shumë gazetare të tjera dhe të shtohen modelet si ty që e bëjnë profesionin edhe më motivues, po mbi të gjitha më të dobishëm. Kështu që faleminderit shumë për kohën. Shpresoj që u ndjeve mirë, sepse kisha pak me merak se jam gjithmonë unë në anën tjetër. Është pjesë e profesionit. Por duhet të fillojmë dhe të dalim nga kjo gjëja që njerëzit ta kuptojnë që edhe ata që bëjnë pyetjet ndonjëherë janë persona që kanë nevojë të duken edhe për atë që nuk e thonë me punën e tyre, por janë njerëz që kanë jetët e tyre, pasionet e tyre, vështirësitë e tyre si çdo njeri, por me dëshirën për të mos u viktimizuar, as për të rrahur gjoksin, por për të treguar thjesht historitë tona. E drejtë, ky është thjesht një profesion si gjithë tjerë, se ndoshta harrova ta theksoj këtë, se ndonjëherë ka një lloj mitizimi të profesionit të gazetarit, shiko ku jam në terren, po bëj këtë, ndoshta kjo edhe diktuar nga rrjetet sociale së fundmi edhe për shkak të vetë që ta jep ekrani, këtë lloj fuqie, po them më thojza. Megjithatë, ka pafund vajza dhe gra që bëjnë punë të ndryshme, që kanë po të njëjtën rëndësi, bëjnë edhe më shumë se ç'bëjmë ne, kështu që nuk dua asnjëherë të kaloj dhe jam shumë e kujdesshme që praktë nuk dua që gjithçka që ne diskutuam të shihet e tillë. Absolutisht. Shumë faleminderit jam shumë e prekur edhe e privilegjuar njëkohësisht për kohën, edhe uroj realisht që zëra të tjerë të jenë motivues sikurse janë edhe për mua në punën time. Do kemi kohë, ajo podcast ka edhe 30 episode të tjera dhe ne shpresojmë që të vazhdoj kështu edhe mbas përfundimit të projektit. Të nderuar ndjekës të podcastit ajo, ky ishte episodi radhës me Erisa Kryeziun. Deri në takimin e tjetër, mirupafshim.